Të martën u nesër në Ferizaj, por rruga e këtij qytetari mbaroi në këtë mënyrë në fshatin Sojev. Për këtë, jo desh të kërkonte edhe ndihmë. Në këtë gjendje u pa të martën aksi rrugor Ferizaj Gjilan. Rreshtet atmosferike e pamundësuan sërish kalimin e automjeteve në këtë rrugë. Por kjo nuk ishte hera e parë që banorët e këtij fshati po përballen me situatën e njëjtë. Ky segment rrugor bëhet i paqarkullueshëm për automjete, ndërsa banorët në këtë rast detyrohen të përdorin rrugë të tjera alternative. E të pamundur të hyjë në biznesin e tij ka edhe Selman Halimi. 4 herë është, në ka një ujë deri 1 metër e gjysmë në lokale, më ka një vllajët, kushëreve, kushive, në ka bërë dome shumë të mëdha, edhe prap asë një zgjidhje s'po bën. Rejka konë, rejkën e kanë mbyll krejt. Halimi thotë se për dëmet e kaluara nuk u kompenzua. Madje paralajmëron protestë në qoftë se nuk bëhet një zgjidhje. Vllau është në Zvicër, i ka bërë dome digun deri 100 mijëra. Mu deri në 50 mijëra kushëreve që shtot krejt, domet moja shumë. E 4 herë, so i raport këtë. Asë një zgjidhje nuk e bojnë heq. Asë ndihmë s'na kanë dhënë asë kur gjë. Veç problemi është veç me çuna i protestë, më çu krit katunin, me bllokuar rrugët edhe mos me lëm me një hiç kërkan këto. Ferizaj Gjilan. Por nga komuna e Ferizajt, një pjesë të fajit për gjendjen e krijuar në Sojev po a lën vetë banorëve. Aty është një problemi më hershëm i cili është shkaktuar, domethënë nga faktori njeri, i cili kanë bërë dhe ndërtime aty në atë pjesë ku ka qenë e pabanueshme dhe nuk ka pas biznese më herët, kanë shku gradualisht duke i bën ato ndërtimet të objekteve, kanë futur dhe gypa, të cilët janë madhësisë jo adekuate për përbirjen e ujit ose kalimin e ujit në atë pjesë dhe për atë arsye dhe shkaktuar ai problem. Pavarësisht kësaj, udhëheqësi i sektorit për siguri dhe emergjenca në këtë komunë Skënder Kurti thonë se në pranverë do të bëhet një zgjidhje. Është bashkëpunimi dhe komunikimi me ministrinë dhe janë ardhur në përfundim që të bëhet një zgjidhje, po për shkak kushteve tash të lutit që janë dhe konsiderohet që është dimër, nuk pritet një kohë që mundet me zhvillu punimin në atë pjesë. TVNIE për këtë çështje ka pyetur të martën edhe në Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, por të njëjtit nuk kanë kthyer përgjigje.